Kjo kanë Kosta Braçević. Kjo kanë Kosta Braçević, tash është LPK. E kam letër njoftime LPK. Edhe tash edhe rruga tjetër është Trej Pançin Rutkovski, 5 maj. Debati rreth emërimit të rrugëve ka vazhduar, me qëndrime të ndryshme nga përfaqësues të BDI-s dhe Vlenit. Kryetari i Çajirit Izet Mexhiti ka folur nga Serova, duke theksuar se rrugët në këtë lagje mbajnë emra të rëndësishëm të historisë shqiptare, duke i bërë thirrje kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti të mos i lodh qytetarët me zgjidhje gjysmake. Këtu jemi në zemrën e Çajirit, në Serov, ku kjo rrugë mban emrin e Lëvizjes Popullore të Kosovës, themeluese të UÇK-ve, në mënyrë zyrtare, pra dhe në gjitha dokumentet e identifikimit dhe dokumentacionet për qytetarët. Prandaj i bëj thirrje zotit Ahmeti, mos i lodh qytetarët me gabimet e veta, apo me zgjidhjet gjysmake që janë bërë në Tetov. Përmes një statusi në Facebook, nënkryetari i BDI-s Bujar Usmani ka këmbgulur se emri i rrugëve me emra shqiptar në Çajir dhe në Shkup ishte fryti një vendimi të qeverisë së BDI-s në vitin 2021. Emërtimi i rrugëve me emrat e figurave shqiptare në Çajir dhe në qytetin e Shkupit ishte rezultati një vendimi të qeverisë së BDI-s në vitin 2021, në të cilën pata nderin të jem pjesë. E them këtë sepse e njoh nga afër të gjithë procesin. Madje e kujtoj shumë mirë se jo të gjithë deputetët e BDI-s në atë kohë ishin të interesuar, të përfshirë apo ndihmuan në këtë proces. Prandaj është me rëndësi që qytetarët ta dinë të vërtetën. Emërtimi i rrugëve me emra shqiptar në Çajir dhe në Shkup ishte rezultati një vendimi të qeverisë së BDI-s. Ky debat ka nisur pasi gjykata kushtetuese e shfuqizoi vendimin e vitit 2007, me të cilën u bën ndryshimet e emrave të disa rrugëve dhe sheshit të qytetit të Tetovës.